Së bashku me zotin Balliu vizituam të arrestuarit politik të narkoregjimit. Të gjithë ishin me moralin lart, janë të gjithë viktima politike të mllefit të regjimit që po jep shpirt. Ata janë sot ndihen më të motivuar se kurrë për betejën me narkoregjimin. Na përcollën një mesazh që nuk ka dorëzim, por dorëzim do të ketë vetëm narkoregjimi. Protestat dhe revoltat vetëm se do shtohen dhe arrestimi politik vetëm se ka motivuar më shumë për këtë betejë. Nga ana tjetër, ndihesh keq kur vjen këtu dhe shikon qytetarë që protestojnë për të drejtat e tyre, qytetarë që protestojnë për një shoqëri të lirë, për një Shqipëri pa korrupsion, pa krim, pa drogë dhe pa narkoregjim, por me për një qeveri demokratike. Ndihesh keq kur shikon atje të arrestuar, ndërkohë që në vend të tyre sot duhet ishin banditët me dhe pa uniformë që i shërbejnë regjimit, që arrestojnë qytetarë në punë të tyre dhe në të drejtën e tyre.